Në çdo aspekt ne kemi shumë gjëra që janë qartësisht në favorin tonë. Ashtu si kundër, këta flasin mëngjes, drek, darkë, korupcioni. Dhe paturpsisht përsërisin që korupcioni ka arritur kulmin. Ndërkohë që kulmin e ka arritur lufta kundër korupcionit. Po. Sepse nëse ka raste që bëhen objekt diskutimi publik për korupcionin, kjo vjen si rezultat i ekspozimit që i bën këtyre rasteve, lufta kundër korupcionit. S'kemi pas ne të tilla, po pse? Nga që s'kishim korupcion? Jo. Nga që s'kishim fare drejtësi të pavarur. Ndërkohë sot ne kemi patjetër problem me korupcionin, por kemi luftë me korupcionin njëkohësisht, sepse kemi nga një anë një drejtësi të pavarur, dhe nga ana tjetër kemi bërë një sër reformash. Nuk shkojnë bashkë rritja e korupcionit me rritjen e ekonomisë. Nuk ndodh. Nuk shkojnë bashkë rritja e pagave dhe pensioneve me rritjen e korupcionit. Nuk ndodh. Në vendet që vuajnë nga korupcioni, nuk ka rritje të vazhdueshme pagash dhe rritje pensionesh. Sepse korupcioni që të rritet duhet marri parat që shkojnë për paga dhe për pensione. Është e thjeshtë kjo. Dhe ata që e marrin popullin shqiptar dhe kanë vite që e marrin, unë ja u kam thënë, problemi juaj themelor është që i merrni shqiptarët për budallej. Shqiptarët japin ujë në bish lugës, bëjnë puna për politikë. Mos ju tregoni gjëra që si besoni as vetë se do shkoni keq e më keq. Dhe patjetër që kanë vajtur dhe do vënë keq e më keq. Pavarësisht se është kështu, gjëja duhet folur dhe duhet shpjeguar, sepse në ndërkohë është një lukuni e tërë në të gjithë pazarin mediatik të Shqipërisë që funksionon vetëm për të hedhur helm, sepse gënjeshtra tërheq më shumë se sa e vërteta. E vërteta është e mërzitshme, gënjeshtra është argëtuese, dihet botërisht kjo. Shpifjet hapen me shpejtësi shumë të madhe. E vërteta me zi e çan rrugën. Prandaj edhe populli e ka thënë, kur gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta s'ka veshur akoma pantallonat. Dhe nuk ka mundësi, nuk shkojnë bashkë rritja e korupcionit me rritjen e të ardhurave në arkën e shtetit, sepse korupcioni merr nga arka e shtetit. Nuk shkojnë bashkë edhe shërbimet në platformën i Albania, ku të gjithë i marrin nga celulari pa paguar asnjë lek, edhe rritja e korupcionit. Por nuk shkojnë bashkë as rritja e korupcionit me rritjen e pozicionit të Shqipërisë në klasifikimin e bërë nga institucionet e Bashkimit Evropian, nga institucionet e Komisionit Evropian, për prokurimet. Se nëse ka korupcion problematik, ka ose kur të fusin duart në xhep për të dhënë një shërbim, ose kur parat publike hidhen në një tender. Tani si shpjegohet që kur vjen puna tek prokurimet publike dhe tek tenderat në vitin 2025 Shqipëria figuron në raportin e bërë nga organizmat e Bashkimit Evropian, të cilave i referohet Bashkimi Evropian, e para në rajon me rezultat edhe më të mirë se ai i vitit 2024. Si shpjegohet? Për se i kam këtu të gjithë parametrat për prokurimin publik, për monitorimin e prokurimit, për metodat e prokurimit, për aksesin e publikut në informacion mbi prokurimet dhe për menaxhimin e ankesave për prokurimet. Pra jemi 5A. Tani, se nuk po shkoj më gjatë që t'ju them edhe se si jemi ne me Bashkimin Evropian në
në klasifikimin e botuar nga Bashkimi Evropian, jemi në mesatare në vendet Bashkimit Evropian. Tani, është shumë e rëndësishme që ne jemi shumë të vendosur, pavarësisht se ne nuk e kemi problemin me morotovarët. Morotovarët janë mbrapa, ne nuk i kemi përballë.